Plan 30 ditor mësimi, tregtim Onineva 2, analiza teknike dita 14, rishikim javore, analizë pamjet të disiplinë për veprim. Dita 14 është dita e ndalesës së dytë të vetëdijshme. Në këtë pikë, shumë njerëz ndjen tundimin për të kaluar menjëherë në praktik. Pikërisht këtu bëhet dallimi mes atij që ndërton bazë të fortë dhe atij që nxiton dhe gabon. Qëllimi i kësaj dite është të rishikosh gjithçka që ke mësuar në javën 2, të mësosh të analizosh tregun në mënyrë të dokumentuar, të kuptosh pse ende nuk kalon në llogari prove. Një pse rishikimi javor është i domosdoshëm. Java 2 ka qenë intensive. Ke mësuar leximin e veprimit të çmimit, modelet e qirinive, thyerjet e vërteta dhe të rreme, rikthimin e çmimit në drejtimin e tregut, strukturën e tregut dhe fazat e tij, ndërtimin e setupit personal. Pa rishikim, dijet mbeten të copëzuara, mendja ngarkohet, gabimet nuk dallohen. Rishikimi e kthen dijen në kuptim të qëndrueshëm. 2. Roli i analizës pa veprim. Në ditën 14, nuk hap pozicione, nuk simulon tregtim, nuk përdor llogari prove. Qëllimi nuk është veprimi, por qartësia mendore. Analiza pa veprim heq presionin emocional, ndihmon të shohësh tregun qartë, të mëson të mendosh si vëzhgues i paanshëm. Kush nuk di të analizoj pa vepruar, nuk do di të veprojë në presion. 3. Pse ende nuk kalon në llogari prove. Shumë fillestar mendojnë se llogaria prove është e padëmshme. Në të vërtetë, nëse kalon shumë herët, krijon zakone të këqija, hyn pa rregulla, mëson të klikosh, jo të mendosh. Në këtë fazë, nuk ke ende plan të plot, nuk ke rregulla të shkruara për rrezikun, nuk ke disiplinë të testuar. Llogaria prove është mjet, jo lodër. Ajo përdoret kur mendja është gati. 4. Analiza me pamje. Pse është e rëndësishme? Analiza vetëm me mendime humbet. Analiza e dokumentuar qëndron dhe mëson. Pamjet tregojnë çfarë ke parë realisht, të lejojnë të krahasosh mendimin me realitetin, të ndihmojnë të dallosh gabimet e përsëritura. Pamja nuk gënjen. Kujtesa po. 5. Si të bësh analizë me pamje në mënyrë të saktë. Hapi 1. Zgjidh tregjet. Një çift monedhash, një treg i gjerë, një monedhë digjitale. Hapi 2. Hap grafikun ditor. Përcakto drejtimin. Shëno fazën e tregut. Hapi 3. Kalo në 4 orësh. Shëno mbështetjen ose rezistencën. Shiko rikthimet. Hapi 4. Ruaj pamjen. Pamja duhet të jetë e pastër, pa shenja të panevojshme, vetëm elementet kryesore. 6. Çfarë duhet të shoqërojë çdo pamje? Për çdo pamje të ruajtur, shkruaj disa fjalë të thjeshta. Drejtimi i tregut. Faza aktuale. Arsyeja pse do ose nuk do hyje. Çfarë mungon për një setup të vlefshëm? Nëse nuk mund ta shpjegosh thjesht, nuk e ke kuptuar mjaftueshëm. 7. Gabimet të shpeshta në ditën 14. Dëshira për të kaluar në tregtim. Analiza sipërfaqësore. Pamje të rrëmujshme. Mungesë shkrimi shpjegues. Kjo ditë kërkon qetësi dhe durim. 8. Çfarë duhet të arrish në fund të ditës 14? Në fund të kësaj dite duhet të ndihesh më i qartë për mënyrën si analizon. Kesh disa analiza të dokumentuara. Mos ndjesh presion për të tregtuar. Respektosh procesin. Përfundim. Nxitimi nuk të çon më shpejt përpara, të çon jashtë rruge. Kush di të ndalet për të kuptuar, ndërton themele. Kush nxiton për të vepruar, ndërton birër.